Është një komision. Në këtë komision kush përbëhet? Pastaj nëse unë jam viktima, çfarë rrugë duna me ndjek? Janë shumë njerëz për te i kamerave nëpërmjet radios që na ndëgjojnë, ekraneve që kërkojnë përgjigje dhe ndoshta nuk e kanë këtë informacion. Unë sot me shumë kënaqësi e prezantoj në studio me mu Leonora Selmani, që është kryetarja e komisionit. Mirë se na erdhe e dashur. Mirë si u gjej. Faleminderit për ftesën. Mirë, faleminderit. Çka është ky komision? Nga kush përbëhet ky komision? Çfarë pune bën ky komision? Komisioni qeveritar për njojën dhe verifikimin e statusit të personave të dënuar gjatë luftës, nga vetë emri po nuk kuptohet, që ka të bëjë me njojën e statusit të personave të cilët kanë përjetuar apo i kanë mbijetuar dënimet seksual gjatë luftës në Kosovë. Si komision është i themeluar normalisht me ligj. Në fillimisht pjesë e ligjit janë bërë edhe viktimat të dhunës seksuale, sepse nuk kanë qenë vetëm kategori tjera të dalura nga lufta. Dhe në vitin 2015 është plotësuar ndryshu ligji, ku edhe kjo kategori e personave, që janë persona të dhunuar gjatë luftës, janë bërë pjesë e këtij ligji. Në kuadër të këtij ligji, po ashtu është para pa mu themelu një komision qeveritar, për cilin ne sot po flasim bashkarisht, i cili duhet të bëjë njojën e statusit këtyre personave, të vlerëson dhe konstaton njojën e statusit të personave të dhunuar gjatë luftës, në mënyrë që mandej të vazhdojnë me benefite tjera cilat i parashë ligjit, cilat i ka paraparë qeveria. Që nga 2018 ky komision është funksional. Qyshe më falë, se më duhet me ndërprej, qyshe vlerëson dhe qysh vjen në konstatim? Okej. Faleminderit shumë për pyetjen, do të mundohem të jem e saktë për të gjithë ata që po na ndëgjojnë dhe nuk e kanë këtë informatë. Ekziston në kuadër të ligjit dhe rregulloreve të brendshme të këtij komisioni, po edhe në kuadër të këtij ligji dhe ligjeve të tjera në fuqi, ekziston procedura se si duhet të ndjeket, cilat hapa duhet të ndjeken për marrëdhënie të komisionit për të njoftë statusi. Llogaritë unë jam viktima, çfarë? Më lejoni që shkurtimisht i tregoj këto procedura. Fillimisht viktima e ka një formular që duhet ta plotësoj, në kuadër të cilit formular mandej duhet të vijë me dokumente. Ku e merr formularin? Po, formularin mund ta merr në vendet ku ajo ka vendosur me aplikuar, sepse viktimat, për ata që po na ndëgjojnë, kanë të drejtë me apliku, ligji ka garantuar, rregulloria ka garantuar që ato të aplikojnë në forma të ndryshme. Janë të licencuara 4 organizata jo qeveritare nga qeveria e Kosovës, të cilat e kryejnë këtë mandat. Që janë? QKRMT, QPDG Drenas dhe Medika Gjakova, Medika Kosova. Më dhënë 4 organizatat jo qeveritare të cilat merren me këtë kategori të persona, ku viktimat mund të drejtohen tek këto organizata, por jo vetëm. Kur them jo vetëm, sepse po ashtu me rregullore dhe me legjislacion fuqi, viktimat kanë të drejtë për me bë më të lehtë për viktimat, sepse ka raste kur viktimat dojnë të kalojnë jo në përmes këtyre organizata, po edhe organizatave tjera, dhe duhet të bëjmë dije tash në këtë moment që ato kanë të drejtë edhe në përmes organizatave tjera jo qeveritare të shoqërisë civile, sepse kemi raste që vinë me organizata tjera, dhe po ashtu edhe në departamentet e familjeve të dëshmorëve që janë në kuadër regionale, janë në 6 zyra në regionin e Kosovës, dhe po ashtu mund të vinë direkt në zyrën e komisionit që është ndërtesa e ish Ljubljanës për me bu më të njohur pjesa nga pensionet. Kati i dytë është zyrja e komisionit qeveritar. Edhe aty munden? Po, sepse janë 3 zyrtarë të sekretarisë, komisioni ka përveç përbërjes plot anëtarëve të komisionit për nën anëtarëve, janë edhe 3 zyrtarë të sekretarisë të cilët e kanë rolin një ndihmu viktimave për me apliku. Pra, e marrim aplikacionin, e plotësojmë? Normalisht para se me plotësu aplikacionin, sepse aplikacionin mund ta marrësh edhe në webfaqe, por mund ta marrësh edhe tek këta persona që ti përmenda më parë, është mirë të kontaktohen këta persona, të shkohet tek këta, sepse i ndihmojnë viktimës para se ta plotësojnë aplikacionin. Qëllimi pse janë licencuar këto organizata jo qeveritare dhe pse zyrtarët e sekretarisë dhe këta të departamenteve janë të trajnuar për këtë çështje është pikërisht për faktin se duhet i ndihmu viktimës për me plotësu aplikacionin, për me plotësu formularin. Dhe formulari është shumë i thjeshtë për të plotësuar. E ki emrin, mbiemrin, vendin kur ka ndodhur, periudhën kur ka ndodhur ngjarja, sepse duhet të jetë periudha kohore të cilën e parashë ligji, brenda kësaj periudhe kohore, që është 27 shkurt 98 deri me 20 qershor 99, po e përmeni qëllimisht sepse është e specifikuar si e tillë në ligj, dhe janë 26 vite mas luftës, ku ti duhet me përshkruaj, me dhënë përshkrim për atë sa të kujtohet, për atë sa ti mban mend, për atë sa ti dën me shprehje dhe me prezantuar në komision të ngjarjes që juve ju ka ndodhur, në qoftë këto janë themelore. Tregimi yt, përshkrimi i viktimës që e bën në formular dhe
Në qoftë se ka, nuk është domosdoshme, por formulari thotë që nëse ki dhe dokumente tjera shtesë, mund t'i bashkangjetësh. Qoftë dokument shëndetësor, qoftë dokument psikologjik, qoftë dokument ligjor, fotografi, gazeta ose diçka tjetër. E plotësuam aplikacionin. Si vini në përfundimin që ajo me të vërtet ky person, unë viktima jam viktime dhunës seksuale. Si e konstatoni? Nuk e tregova për mbajtjen e komisionit. Në 9 anëtarë të komisionit, cilët janë të profileve të ndryshme. Po na ecin minutat, më ka kaq stresim, duan informacionet bazike. Po mundohen na me qenë shpejt edhe mi përfshit të gjitha këto. Janë 9 anëtarë të komisionit, cilët janë të profesioneve të ndryshme, të cilat i ka përcaktuar ligji, disa janë të deleguar. Përbërja e komisionit kjo. Po, është përfaqësues nga Ministria e Drejtësisë, përfaqësues nga Zyrja e Kryeministit, përfaqësues nga Ministria e Shëndetësisë, një psikolog klinik, një psikiatër, një jurist dhe një përfaqësues i shoqërisë civile. Që të gjithë bashkërisht e kanë për obligim, mandati i komisionit është me shqyrtu dokumentet cilat na vinë, me verifiku, me pa, me krahasu provat, dhe jo vetëm këto, por ka raste kur komisioni, në qoftë se e konsideron të nevojshme, mund të aftoj edhe viktimën në intervistë, dhe po e përmeni qëllimisht në emision, për me bë me dije që ka për obligim t'ju përmbahet parimeve themelore. Ti trajtoj pa diskriminim, pavarësisht gjinisë, pavarësisht moshës, pavarësisht cilës komuniteti takojnë, e kështu me radhë, dhe të gjitha këto viktima të cilat dëshirojnë, sepse ka raste që viktima nuk ka shumë dokumente, nuk i kujtohen shumë gjëna, mund të mos ta ketë komplet, sepse jemi duke folur 26 vite mas, ajo viktim mund të vijë në komision dhe të prezanton para komisionit, që komisionin këtë rast i garanton asaj një prezantim të rahatshëm, një komoditet, një konfidencialitet gjithçka, jo vetëm takimi me viktimën që do të jetë konfidencial, por konfidencial janë edhe dokumentet cilat sjellen tek viktima. Dokumentet në momentin kur përfshi aplikacione dhe të gjitha këto dokumente tjera, ne ju garantojmë gjithë atyre që të gjitha këto shënime do të jenë konfidenciale, do të jenë të mbrojtura, për më tepër nuk flasim asnjëherë me emra, janë me kode, janë me shifra. Do të thotë viktima nuk ka emër dhe mbiemër. Normalisht në dokumente e ka, por nuk ka emër dhe mbiemër për publikun, por është vetëm me kod dhe ju garantojmë konfidencialitetin e tillë. Ato nuk vetëm në qoftë se dëshirojnë normalisht, siç e patëm rastin me 14 zotriu Nishori që prezantoi publikisht, është komplet e drejtë e tyre personale. Ne i garantojmë që do t'ja mbrojnë edhe të dhënat personale, edhe konfidencialitet me konfidencialitet plot do t'i shturtojmë lëndet e tyre. Konstatimi. Po, konstatimi bën në përputhje me dokumentet edhe në përputhje me historinë që ato e kanë prezantuar. Do thotë komisioni e vlerëson çdo shkrim që ato e kanë aty, çdo dokument që ka bashkangjitur. Nuk është shumë e lehtë me u vërtetuar sepse jemi duke folur 26 vite mas. Nuk është absolutisht shumë e lehtë dhe mendoj që komisioni ka kapacitetet e ngritura në kuptimin e vërtetimit të saj, dhe kur themi vërtetim, nuk duhet të kuptohet që ka ndonjë farë vërtetimi ku me ditë se çfarë. Thjesht komisioni krijon bindjen që ngjarja pretenduar traumatike ka mund të ketë ndodhur, sepse për këta ka edhe dëshmi, mund të ketë dëshmitar, mund të ketë lidhet njëra histori me tjetrën dhe përfundon. Njëra histori me tjetrën, kanë për më tepër viktima është e tregon vetë, dhe më tepër se që e tregon vetë nuk Sa të rënda janë këto histori? Janë shumë të rënda si histori, po është sa persona derisa dhe kanë marrë statusin e të mbjetuar dhunës, si të mbjetuar dhunës seksuale. Po, ka shumë persona që e kanë marrë statusin. Aktualisht i kemi 1748 raste të cilat e kanë marrë statusin, dhe prej tyre është shumë e rëndësishme ajo që thati që kemi edhe gra edhe burra, që të mos kuptohet që po flasim vetëm për një rëngjini, dhe i kemi 98 prej tyre janë burra, ndërsa të tjerat janë 98 burra. Po. Ndërsa të tjerët janë të gjinisë femrore. Dhe kjo është rezultat me na tregu që në luftë dhuna seksuale është mjet lufte. Është përdor ndaj të gjithëve, pavarësisht gjinisë, pavarësisht moshave. Si komision kemi edhe mosha shumë të vogla. Nga këtë Kosova. Ska zonë që ka më shumë raste? Mund të ketë zona që ka më shumë raste, por në përgjithësi i kemi në të gjitha vendet. Normalisht aty ku ka pas më tepër konflikt ka edhe raste më shumë. Ku ka pas më tepër luftë ka edhe raste më shumë. Që është? E thash, ki në zonën e Drenicës, ki në zonën e Gjakovës, po ki edhe në zonat kur absolutisht neve ndoshta
nuk na shkon mendja që ka mujt me ndodh, sepse këto janë raste të izoluara dhe Kosova ka qenë luftë dhe ka mujt të me qenë viktima vetëm, mos me kenë me askënd, por i ka ndodhur një gjë e tillë. Dhe nuk ka zonë që ne mundemi me thënë që kjo zonë nuk është e prekur. Janë të gjitha zonat të prekura. A është ritmi i aplikimeve viteve të fundit, shkaku i informacionit, vendisimi, dorëzimit ndoshta? Po, nëse i shohim ritmin e aplikimeve, shohim që nga fillimi kur ka filluar punën komisionin 2018 e deri sot, pravarësisht aplikimit i kemi pas çdo vit njëjtë. Çka vlen me përmend është fakti që sipas ligjit aplikimi ka përfundu 2 vjet më herët, por qeveria ka pas vazhdu afatin e aplikimit me qëllim sepse kemi pa që kemi ritëm të aplikimeve, kemi persona të cilët ende janë të gatshëm dhe dojnë me dalë edhe me apliku edhe me ju njoftë të drejta e tyre, gjë që e ka bë prap edhe në 14 të këtij muaji dhe aktualisht kemi afatin e aplikimit për personat që dojnë me apliku deri me 15 maj 2027. 15 maj 2027 është afati kur të gjitha viktimat mund të aplikojnë pranë këtij komisioni, por kjo nuk është afati, po mendoj që viktimat nuk duhet ta presin 2027-ën, kanë prit mjaftueshëm deri në këtë datë dhe deri ditën kur ne po flasim. Dhe është mirë që të gjitha ato persona të cilët kanë përjetuar dhunën seksuale në luftë të vinë të aplikojnë të njëjtë të drejta e tyre, sepse kjo është një njohje e vuajtjes së tyre. Mjaftueshëm e kanë mbajtur deri tash në vete. Duhet të punojmë shumë. Si shoqëni kryetare? Edhe një si shoqënia kemi ndruar mendsi, mentalitet, qasje. A jemi ma përkras, sa kemi bo për ta, po ma shumë dam? Menoj që kemi bo për ta, sepse fakti që po flasëm për një komision tillë, po flasëm për njohje të statusit tillë, po flasëm për një procedurë e cila ndërkombëtarisht konsiderohet si më e mira në rajon. Njerëz të rëndom, qasja jonë, duhet me punu më shumë me njerëz të rëndom. Mendoj që viktimat. A ka pas organizata që i kanë keq përdor? Nuk mund ta thënë një gjatë tillë sepse nuk e kam informatën saktë që dikush ka mund ta kesh përdor dikën tjetër. Mos me rujt konfidencialitetin, ndoshta me i bë me u friksu tani me fol një mos tjetër. Unë mendoj që nuk ish dash kërkush me bë një gjatë tillë. Ish dash të gjithë me ndihmu në këtë proces dhe duke i ndihmu viktimës i ndihmojmë duke i ndihmuar një personi i ndihmojmë një shoqëri të tërë. Një temë tjetër shumë e rëndësishme sa ju jeni bashkëpunues si komision, çfarë bashkëpunimi konkret keni me prokurorinë speciale ose me gjykata ndërkombëtare mbasi keni këto raste në dorë? Problemi. Në aspektin ligjor, komisioni jonë ka vetëm deri në momentin e evidentimit dhe konstatimit të statusit. Nuk vazhdon në tutje ta çon vetë landën gjykatë ose raste tjera, sepse është proces i ndam. Ky është më tepër proces administrativ, është proces i ndam. Për shembull në Bosnjë, komisioni në momentin që është lajmëruar viktima në komision, mënyrë kanë dërguar landën në gjykatë dhe jo të gjitha viktimat janë të gatshme me u ballafaqu me gjykatën. Mund të vinë të njohet statusi, të merr benefitin që i njohet statusi dhe nuk do të vazhdojnë në procesin gjyqësor. Nëse është e gatshme, normalisht ne bashkëpunojmë nëse ka nevojë prokuroria dhe gjykata për gjithçka që ata kanë. A keni pas raste të tilla? Kemi pas bashkëpunime nga më të ndryshmet, varësisht prej rasteve, kemi pas bashkëpunime kur na ka kërkuar një gjë e tillë, por gjithmonë duke pas parasysh konfidencialitetin e landës së palës. Domethënë vetëm nëse pala ka dëshiruar si komision. Sfidat janë shumë, kemi normalisht që kemi edhe një sfidat tona, sfidat janë nga më të ndryshmet. E para është ajo pyetja juaj që thatë si e bëni verifikimin, është shumë vështirë. Është shumë vështirë sepse po flasim 26 vite pas. Po flasim për persona të cilët deri tash nuk e kanë diskutuar me kërkend dhe nuk e kanë trajtuar fare dhimbjen që e kanë pasur dhe vjen për herë të parë ndoshta në komision. Dhe është shumë e vështirë sesa për ata persona të cilët kanë filluar veç me diskutu, kanë shkuar në organizatat e shoqërisë civile. Për këtë arsye edhe qeveria i ka licencuar organizatat e shoqërisë civile që t'ju ofrojnë mbështetje psikologjike viktimave para se të vinë në komision. Në mënyrë që ato kur të vinë në komision të kenë pak të jenë më rehat dhe të mundën të prezantojnë siç duhet. Por kjo nuk do të thotë që ato të cilat nuk kanë shkuar nëpërmes shoqërisë civile mos me mujt marrën në komision. Duhet kuptohem drejt që mund të vinë në komision edhe ata të cilët për herë të parë duhen marrë në komision. Sepse në komision thash kemi edhe psikolog klinik, kemi edhe psikiatër, kemi edhe sociolog, kemi edhe keni zinxhirin e përfunduar kudo që kanë dhe kemi bashkëpunim me të gjithë. A kena bë mjaftueshëm në mediat kryetare? Jo shumë, mendoj që mediat mund të bëjnë ende më shumë. Dhe kur them ende më shumë në kuptimin e informimit të drejtë karshi viktimave. Që viktimave t'ju informojmë drejt cila është procedura,
cila është mundësia që asaj ofrohet dhe jo të shkaktojmë ndoshta të viktimat konfuzitet që, nuk i kom bo dhe sa nuk po e bëj para se që ka shumë e vështirë. Kjo nuk është shumë e vështirë, duke ju tregu që është shumë e lehtë dhe që shteti po kujdeset për to, ne edhe ju ndihmojmë atyre ta hekin një barë që kanë me vite duke mbajt mbi supe. Dhe mendoj që duhet me bo shumë edhe me punu shumë edhe me familjarët, sepse në qoftë se familjarët, në qoftë se familja, shoqëria në përgjithësi, te i kalojmë këtë stigmën që e kemi dhe i mbështesim këtë kategori të persona, ne kemi mbështet komplet një familje, kemi mbështet komplet një shtet. Viktimat cilat janë të mbështetura në kuptimin e plot fjalës prej familjes së tyre, janë të mirëkuptueshme, i kanë pranuesit të tilla, janë shumë më lehtë edhe të vazhdojnë më tutje. Një rast po që s'të del kur nga mendja si Leonor kur e ke ndëgju? Nuk e kam vetë në rast dhe vetëm. Kam shumë raste cilat mu mbojnë me çdo moment me më kujtu që këtu ka ndodhur diçka shumë e vështirë dhe që nuk duhet kurrë me harru. Po e marr veç një rast shembull gratë cilat përveç faktit që kanë përjetuar dhunën seksuale, tregojnë se çfarë përjetimi kanë pas për mu kthy në familje dhe si do t'i pranojnë anëtarët e familjes tyre. Dhe për ata thash që duhet me punu shumë edhe me anëtarët e familjes tyre, me burrat e tyre, me fëmijët e tyre. Për më tepër një numër i madh i viktimave tregojnë që prej atij momenti nuk janë më ato që kanë qenë, por janë shumë më të lehta dhe më të fuqizuara kur ato e prezantojnë në komision, kur tregojnë që janë viktimë e mbijetuar e dhunës seksuale. Raste tjera që ndoshta vlen mi përmend është që ka shumë raste cilat vinë në komision, dojnë me u njoftë statusi, dojnë me tregu historinë e tyre dhe thonë na nuk dojmë ta përfitojmë pensionin personal, sepse unë veç du me tregu që ka ndodhur në këtë vend diçka. Dhe këto janë për me tregu shpesh herë edhe me na bot gjithë neve anëtarëve të komisionit, mu personalisht dhe të tjerët që me punu më shumë për këtë kategori të persona dhe me vazhdu me punën që e kemi bërë deri tash, sepse mendoj që kemi dhënë një kontribut sado i vogël në këtë shoqëri. Me qenë se Radar është social, shihe si bashkëpunëtor të komisionit, për çdo thirrje, për çdo vetëdijsim, kampanjë, çka do që keni ne do të jemi këtu. Faleminderit, u gëzova shumë që të pata në studio. Faleminderit edhe juve. Uroj të kem përcjell mesazhin e duhur. Shumë informacione edhe shumë të rëndësishme. Ju shkoftë mbarë me komisionin. Faleminderit.